Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka dalë në një konferencë për media ku ka ngritur akuza për kryeministrin Edi Rama se po rrezikon të ardhmen e vendit në Bashkimin Evropian. Kryedemokrati shtoi se nëpër Kancelaritë e Europës po diskutohet kjo gjë dhe se nuk përjashtohet opsioni i zhbërjes së plot procesit të integrimit dhe përjashtimit të Shqipërisë nga integrimi në Bashkimin Evropian. Kërcënimin madhor që Edi Rama dhe mafia rrezikshme që qëndron prapa tij në qeveri, parlament dhe institucionet tjera, po kërcënojnë në mënyrën më të egër procesin më jetik të shqiptarëve, procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Lajmet që vijnë nga Kancelarit Europiane, por dhe nga Brukseli, dëshmojnë se Edi Rama është në rreth të kuq. Gjatë fjalimit, Berisha paralajmëroi për rrezikun e shtuar të përmbytjeve, duke akuzuar qeverinë se nuk ka marrë asnjë masë parandaluese dhe se situata është përkeqësuar pas përmbytjes së parë. Ai u bëri thirrje banorëve në zonat e rrezikuara të përgatiten vetë për të minimizuar dëmet, ndërsa shtoi se deputetët dhe këshilltarët e Partisë Demokratike do të jenë në terren për solidaritet. Unë e kuptoj se janë krejtësisht të braktisura nga një qeveri mafioze, nga një organizatë kriminale, por të marrin çdo masë vetë, të bëjnë çdo përgatitje, në mënyrë që të zvoglojnë në maksimum mundësitë e dëmeve të një përmbytje në potencial. Të dhënat janë për mot të madh. Dhe ky mot rrezikon më shumë se i pari për një seri arsyesh, sepse nuk është marrë asnjë mas, nuk është bërë asnjë rregullim pas përmbytjes parë. Motej, kryetari i Partisë Demokratike shtoi se strategjia e opozitës është e qartë, betejë deri në rrëzimin nga pushteti i Edi Ramës, duke u ndalur te protesta e 10 shkurtit. Berisha pohoi se qytetarët kanë shumë motive për të protestuar kundër kësaj qeverie.